çka ki ju drejtohesh më shumë kalofshimje. Gjyqtar, a jeni interesu me ditë nëse ekspertiza ka konflikt interesi? Eksperti është partner i kompanisë që ndërtoi rrugët dhe ka marrë edhe vetë tender që kanë nënshkruar e akuzuar kryesor i rastit. Se gjatë hetimeve të rastit nuk ka qenë i angazhuar eksperti gjeodet Fisnik Loshi. Gjykatës kryesor në këtë rast ishte Sabedin Mushica. Për disa ditë kam prit paraderës së gjykatës në Gjilan, gjyqtarin Mushica për me pyet nëse ai ka ditur këto lidhje të ekspertit të pavarur Loshi me krejt zinxhirin e tenderëve të komunës së Vitis. Gjyqtari nuk ka pranuar me na dhënë intervistë, madje as nuk kanë pranuar me na i dhënë kopjen e ekspertit Loshi në arsyetimin se lënda është në apel. Për korrektësi, e kemi telefonuar gjykatësin që e kanë nxjerrë aktgjykimin për të komentuar të dhënat e hulumtimit tonë. Alo, Përshëndetje gjyqtar, si jeni? përshëndetje. Mos pi u pengoj diçka. Ju, urna. Jam Valon Fona, po të thirrin nga kallxo.com. Po vala. Gjyqtar, kemi shkruar disa emaila, kemi kërkuar disa sqarime rreth një ekspertize që është bë në një rast që keni qenë ju kryetari i trupit gjykues. Po, Në lidhje me zyrtarin e prokurimit publik në komunën e Vitis. dëgjam, vala me diçka. Aktgjykimi lënda është në anketë gjykata të apelit. Çka ki të lutem ju referohesh të shkruaj. Gjyqtar, na keni thonë edhe një email, mirë po neve na vjen me ditë, a keni qenë ndjeni për konflikt interesit për ekspertizën që e keni angazhuar? Lutem çka ki ju drejtohesh më shumë kalofshimje. Gjyqtar, a jeni interesu me ditë nëse ekspertiza ka konflikt interesi? Një ekspertizë hartuar nga një ekspert gjeodet është provë e rëndësishme e cila nxorret të pafajshëm 5 zyrtar të akuzuar për korrupsion në komunën e Vitis. Eksperti është partner i kompanisë që ndërtoi rrugët dhe ka marrë edhe vetë tender që kanë nënshkruar e akuzuar kryesor i rastit. Tenderet janë marrë para hartimit të ekspertizës edhe pas hartimit të ekspertizës. Prokurori i këtij rasti është Isuf Sadiku. E kemi telefonu prokurorin dhe kemi dërgu email për me marrë një përgjigje nëse ai e ka ditur që eksperti Loshi ka marrëdhënie biznesore me komunën dhe kishte kontrata të nënshkruara nga i akuzuari kryesor i këtij rasti. Ju njoftojmë se Prokuroria Themelore në Gjilan, Departamenti për Krime të Rënda, ka ngritur akt akuzë në lëndën PPI 105/2021 të datës 27 tetor 2021 kundër të akuzuarve FA, FR, RSH, SHK dhe SS. Akt akuza është ngritur mbi bazën e provave dhe fakteve, ku njëra nga këto prova ka qenë edhe ekspertiza e urdhëruar nga Prokuroria Themelore në Gjilan, e bërë nga eksperti Fahre Shaqiri. Lidhur me rastin, ju njoftojmë se Gjykata Themelore në Gjilan, Departamenti për Krime të Rënda, ka nxjerrë aktgjykimin me numër PKR numër 175/2021 i datës 25 qershor 2024, ku i ka liruar të akuzuarit. Kundër aktgjykimit lirues të Gjykatës Themelore në Gjilan, Prokuroria Themelore në Gjilan, Departamenti për Krime të Rënda ka ushtruar ankesë PPI numër 105/2021 të datës 5 korrek 2024. Prokuroria Themelore në Gjilan ju njofton se gjatë hetimeve të rastit nuk ka qenë i angazhuar eksperti gjeodet Fisnik Loshi. Pra, prokurori i rastit Isuf Sadiku nuk e ka angazhuar të njëjtin dhe nuk ka pasur njohuri për ekspertin gjeodet zotrin Fisnik Loshi.